Sot jam në një nga sallat më të rëndësishme të shtetit shqiptar, aty ku qeveria mban mbledhjet me deputetët. Shikojeni edhe. Por nuk jam këtu për t'ju treguar sallën, por doja që t'ju tregoja një lajm që çfarë po bëhet tani në Amerikë. Është një lajm që po bëhet trend sepse është bërë nami për 2 pilotë të ushtrisë amerikane, të cilët me helikopteret e tyre Apache kanë fluturuar shumë afër, mund themi, shtëpisë së një këngëtari legjend siç është Kid Rock. Ky i fundit e ka postuar videon në rrjetin social X dhe ushtria amerikane ka hapur një hetim dhe po bëhet nami se pse këta pilot kanë fluturuar kaq afër shtëpisë së këngëtarit. Duket me të vërtetë një pamje si nëpër filma që helikoptere lufta të tipit Apache të fluturojnë aq afër pishinës. Dihet që këngëtari është një mbështetës i presidentit Donald Trump. Besoj do ta shikoni këtë lajm në darkët e lajmeve zyrtare, por për momentin ky është lajmi që po bëhet trend global. Kaq ishte video për momentin, shihemi prapë pastaj.